Konflikti në Iran ka sjellë mbyllje të hapësirave ajrore dhe anulime të shumta fluturimesh në lindjen e mesme. Apo shihni dhe nga Shqipëria anulime apo ndryshime itinerarësh për udhëtime drejt këtij rajoni? Patjetër, shumë klientë që kanë planifikuar ose do kalojnë kanë pasur fluturimet nëpërmjet aeroporteve të Abu Dhabit e Dubai. Një pjesë e mirë e tyre kanë ndryshuar destinacion dhe janë bërë nëpërmjet destinacioneve tjera, sepse këto aeroporte operojnë me fluturimet kufizuara dhe më emergjente dhe shumë kompani i kanë kanceluar fluturimet drejt këtyre aeroporteve, patjetër dhe aeroporte tjera si Doha, në Izrael patjetër aeroporti kryesor është mbyllur dhe operon shumë pak, domethënë fluturimet reduktuare, shumë aeroporte tjerë dhe kompani janë të prekura prej situatës sepse kanë pasur deri dhe 4.000 fluturime në ditë nga aeroporte që kanë fluks të madh pasagerësh. Shumë linja ajrore po shmangin dhe hapësirën ajrore të lindjes së mesme dhe po përdorin në rrugë. Devijojnë fluturimet për destinacione të ndryshme, duke bërë edhe kthimin në shtëpi për ato që kanë qenë në udhëtime, sepse kemi pasur disa klientë që kanë ikur për 10 ditë dhe i ka shkuar edhe 18 ditë pushimet në tonë za të themi, sepse kanë gjetur mënyra të tjera për të ardhur në Shqipëri dhe kjo i ka kushtuar edhe shumë kohë edhe shumë para.